Dizainatori i shumicës së fytyrave tona publike duke përfshirë këtu edhe mua si duket është ndodhur duke krijuar vetëm për femna. Të enjtën mbrëma, Valdrin Sahiti hapi edhe linjën e mashkujve VSM, në të cilin mund të gjeni rroba nga më të lloj-llojshmet vetëm e vetëm për mashkuj. E sa i përket asaj se është ndodhur nga femrat, ishte vetëm një shaka. Ai do të vazhdoj edhe për femna edhe për mashkuj. Cilat janë ato, i ndikim bashkë në vazhdim. Këto e një pjesë e kostumeve të cilat unë i vlerësoj shumë edhe më pëlqejnë, sepse janë shumë speciale, sidomos për ata që martohen natën e tyre më të rëndësishme. Pastaj këto janë kostume solemne për cilat mund mu vesh në për evente të ndryshme, që janë më ekstravagante dhe jo të përditshme. Dhe këto bëjmë pjesë kostume të zeza smoking, të cilat fillojnë domethënë në këtë pjesën me shkëlqim dhe pastaj janë duke u thjeshtuar kryesisht tek klasika. Kjo dhoma është me veshje më të përditshme, po e ndam në sektorin e veshjeve për punë ose business casual custom. Do më thonë që janë veshje të cilat i dedikohen mashkujve të cilët punojnë në përzyra, administratë ndryshme, qeveri, kryesisht nër kodet e etikës të tolerueshme për atë lloj targeti dhe janë një pjesë tjetër e veshjeve të cilat i dedikohen mashkujve më ekstravagante, të cilët kanë dëshirë më tokë më veçantë. Do thotë veshën një kostum, sako dhe pantallon ose sako jeleke dhe pantallon me këmishë, po thjesht jetë ndryshe, mos jetë në atë kornizën e zezë të gatë edhe thjesht. VSM është koleksioni më i ri dhe një herët i pari për mashkuj nga dizenjatori Valdrin Sahiti. 35 lloje të veshjeve me më shumë se 30 aksesor, kollare të lloj-llojshme, kurdele, mindila ekstravagant dhe pulla të po këtij lloji janë kreacione të markës VS. Tendenca e stilistit Sahiti përmes koleksionit VSM ishte të zhveshë oçrin ton nga shabloni i klasikës së zezë dhe kombinimit të kësaj me të bardhën. Koleksioni VSM u identifikua me një lloj ekstravagance, diku më pak e diku më shumë, e cila të disa vërehet në prerje e të tjerat edhe në kombinime. Gjithçka e punuar nga dizenjatori, u pranua edhe nga miqtë e tij. Kjo u dëshmua nga kostumet e tyre që mbanin vesh e që ishin të po këtij koleksioni, ndërsa të tjerët i u gëzuan fakti që Valdrin Sahiti tani ka filluar të mendoj edhe për ta. Normalisht ajo që e vlerësoj shumë është fakti që ka diversitet, do të prej ta quaj veshjeve më formale dhe veshje pak më ekstravagante për çka Valdrini është i njohur. Ajo që më pëlqej shumë është kualiteti i dizajnit, i materialit, po edhe i qepjes dhe i formave. Po besoj që është një avancim i mirë për sa i përket dizajnimit në Kosovë, edhe që është shumë e rëndësishme, po shpresoj shumë që kanë me fillu me anis edhe mashkujt tonë në vesh me brendet Kosovës. Shumë nice janë, pak para trendit janë. Unë i përcjellë edhe veshjet e mashkujve më pëlqejnë shumë, sidomos këto ngjyrat e vestat të teshave, sakove, kurdele, detalet më pëlqejnë shumë, kështu që i urojmë Drinkit edhe më shumë sukses, më shumë se si ka pas. Unë edhe që më vesh sot me VS Valdrinin, po i këna pa, janë shumë mira, janë shumë trendy, janë me kohën, ngjyrat janë shumë ngjyrat mira, se tu marrë parasysh në Kosovë nuk ka ngjyra shumë nëse do me dalë me blet sako ose komplete s'ka, ky për parë pruni. Valdrini veten e ka dëshmu të femna, tash shpresoj se ka me dëshmu të djemt edhe më shumë. Kam qenë një ditë për qefe dhe i kam analizuar gjitha. Ishin fenomenale, bilje e poshtë i këmi ishin për qetë edhe për vete. E di që Valdrini këtë kanë këtë kushtet për me qeni dizajner shumë i mirë, edhe sa i përket gjinisë mashkullore ja ka qëndu të tepër shumë. Hapja zyrtare e dyqanit me veshje për mashkuj u mbajt me met shok dhe familjar të stilistit, me që rast bashkarisht festuan arritjet e tij. Veshje të përditshme, kostume ceremoniale, ekstravagante dhe shumë detaje tjera të markës VSM, të cilat mund të ju shërbejnë në punë dhe evente të ndryshme, mbajnë çmime nga 20 deri në 300 euro dhe nga tani mund t'i gjeni në dyqanin e dizenjatorit Valdrin Sahiti pranë ateljesë së tij.